ligjvënësisë që bën qoftë kushtetuta, por edhe kodi procedurës penale. Dhe ligji penal dhe kushtetuta e ka sankcionuar qartësisht që nuk pezullohen nga detyra vetëm të zgjedhurit me votë, ose të zgjedhurit lokal, ose deputetët. Pra vetëm ta nuk pezullohen nga detyra. Ndërsa fakti që e ka sankcionuar cilët nuk pezullohen, gjithë detyrat e tjera apo funksionet e tjera, të gjitha janë të pezullueshme nga detyra. Dhe zoti Rama është e vërtetë se ka shqetësim sepse thotë që ta nesër mund të vinë mund të pezullojnë kryeministrin. Pra është një shqetësim real dhe natyrisht që nëse do të futemi në këtë analizë, patjetër që ai ndoshta ka dhe frikën e vet që mund të jetë një opsion në të ardhmen, dhe një mundësi tjetër është që edhe zonja Balluku mund të ta ketë shtrënguar për shkak edhe të marrëdhënies së ngushtë që ata kanë pasur me njëri tjetrin, sepse zonja Balluku ka qenë benjamine e zotit Rama, që do të thotë ajo ka qenë një varëse e cila ka zbatuar në mënyrë të përpik direktivat, urdhërimet, urdhëresat që ka dhënë, dhe kjo pa shumë mirë te komunikimet që dolën në media për sa i përket mesazheve. Pra ajo zbatonte kryekput si të gjithë varësit e tjerë që ka pasur zoti Rama, po aty ne pam dhe i lexuam të gjitha mesazhet, mënyra se si ajo jepte urdhrat edhe varësve të vet, duke i udhëzuar se çfarë duhet të bënin, çfarë duhet të hapnin, duke u shprehur ndonjëherë edhe me pak kënaqësi apo presionin që kishte me mesazhe nga dikush të cilin ajo e quante K. Ose shpeshherë e quante palloshi gjatë. Pra, nëse është zoti Rama apo jo këtu, kjo është detyra e prokurorisë së posaçme për ta hetuar çështjen. Pra ju thonë që prokuroria duhet ta gjejë kush është palloshi. Patjetër prokurorisë lind detyra, po me sa duket prokuroria e ka mbyllur këtë si procedim, që do të thotë ajo ka nxituar që të bëjë komunikimin e akuzave dhe akuzat i ka lënë shkelje e pavarësisë në tendra ose ankande publike, që do të thotë kjo është një vepër e lehtë, relativisht e lehtë, 1 deri në 5 vite, dhe këtu ka të drejtë zonja Balluku që thotë ore, po unë jam me një vepër e cila nuk rrezikon, akuzat më janë komunikuar, dhe pse më merret mua kjo mas sigurimi në momentin që është komunikuar akuza dhe unë nuk kam mundësi që të ndryshoj dëshmitar, të tjetërsoj provat dhe kështu me radhë, por por kjo kërkesë është për raste të tjera, pra ka 16 kallëzim të cilat janë regjistruar në ngarkim të zonjës Balluku, dhe në këtë rast prokuroria ka parë të udhës këtë rrugë. Një variant i tretë që unë ndoshta nuk dua ta besoj, por ndoshta është një mbrojtje publike që zoti Rama mund t'i bëj fillimisht, pra është një strategji që ai ka ndjekur edhe me zotin Veliaj, që do të thotë ai filloi me protesta përpara Spakut, filloi me një miting në sheshin Skënderbej, duke goditur Spakun, dhe thua me radhë, pra ndoshta është një strategji dhe në fund fare thotë zonjës Balluku, shikoj nuk kam çfarë të bëj sepse opinioni publik, sondazhet dalin që unë kam jam kotuar dobët në pikë, dhe pasaj mund t'i japi dorën, mund t'a lëri në punën e vet siç ka bërë me shumicën nga punëtorët e vet. Po në qoftë se gjykata kushtetuese e rrezon gjykatën e posaçme për masën e pezullimit, edhe Balluku rikthehet në detyrë, a mendoni që mund t'i lindte drejta Spakut, bën një tjetër kërkesë për një masë më të fortë se pezullimi dhe gjykata mund ta miratojë? Tani, nëse gjykata kushtetuese vendos që të rrëzojë pezullimin, do të thotë që ajo mund ta konstatojë pezullimin si një masë e cila mund të ketë cënuar të drejtat kushtetuese lidhur me imunitetin. Dhe gjykata kur jep vendimin vetëm thjesht e konstaton dhe argumenton që jemi në kushtet e imunitetit, dhe Spaku mund të thotë që duhet i drejtohet
Këshillit të Ministrave në rastin konkret, pra është një interpretim që do t'i bëj dispozitës, mos gaboj në 130, nuk jam shumë i qartë. Fjalën këtu avokat që duke qenë se gjykata, pra SPAK-u mund të thotë që gjykata kushtetuese rrezoi pezullimin, atëherë mua më lindë drejta të kërkoj një mas tjetër, arrest shtëpie për shembull, sepse rrezikon të prish provat me këtë argument siç ishte e para. Mund të jetë ky skenar? Gjykata kushtetuese vetëm thjesht do argumentoj, pra do konstaktoj mënyrën se si, procedurën se si mund të bëhet kjo, por që pezullimi mundet që të kërkohet. Pra do të thotë, gjykata kushtetuese do dali me argumentin dhe do thotë që shiko, ajo ministrja ka imunitetin e deputetit dhe që të shkosh të marrësh një mas pezullimi duhet të shkosh pranë Këshillit të Ministrave. Pra nuk e di argumentin e gjykatës, meqense Këshilli i Ministrave është organi i cili e propozon, por nuk kemi një organ konkret, sepse e propozon kryeministri, ku do t'ja marrë lejen, do t'ja marrë kryeministrit. Pra është, le të themi, një çështje për cilën gjykata vetëm do t'japi argumenta ose do të konstatojë. Dhe nëse argumenton që do shkoj përpara kryeministrit dhe do t'i marrë leje, atëherë SPAK-u do shkojë, do ndjeki të njëjtën procedurë. Pra për të marrë pezullimin, argumenti tjetër, pra një mundësi tjetër është që gjykata kushtetuese mund të shprehet që shiko, ministri ka imunitetin e deputetit dhe nuk mund të vendoset pezullimi. Dhe mund të ndodhi kjo që thoni ju, pra është e mundshme që mund të ndodhi, por unë besoj që janë të gjitha opsionet e hapura, që çfarë mund të vendosi, por unë në gjykimin tim jam i mendimit që gjykata kushtetuese do ta quajë të drejtë pezullimin që ka marrë për lidhur me ministrën Balluku. Pra të gjitha, çdo gjë mund ndodhi, nuk ka gjë që nuk ndodh, edhe kur ka një vendim i cili mund të jetë i padrejtë, patjetër që do të gjetet një argument ligjor, pra do veshi gjykata, do veshi nuanca ligjore, për cilën do edhe një vendimarrje për cilën unë e quaj të gabuar. Por në rastin konkret, unë kam shumë shpresë që gjykata kushtetuese nuk do të shpreh, pra do t'japi të drejtë gjykatës dhe prokurorit, ndërsa për sa i përket masës së ndalimit për të lëvizur jashtë shtetit dhe bllokimi i pasaportës, këtu ne jemi përpara një procedure të gabuar nga ana e organit të akuzës. Pra organi i akuzës duhet të shkonte një herë në kuvend, siç kemi pasur rastin e zotit Tahiri, kemi pasur raste të tjera, por më duket zoti Beqja e dha dorëheqjen, kemi pas disa raste për cilën është shkuar në gjykatë, është shkuar në kuvend, është marrë autorizimin dhe pastaj është kryer procedura e arrestimit. Dhe në rastin e zonjës Balluku do kryhet e njëjta procedurë për të cilën është kryer edhe në raste të tjera, lidhur me lëvizjen jashtë shtetit. Vetëm për këtë mendoj që ka gabuar dhe prokurori dhe gjykata. Dhe këtë besoj gjykata duhet ta zgjidhë, gjykata kushtetuese. Megjithatë, jemi në pritje se çfarë do të ndodhi, mund të jetë edhe kjo që të dalin të barabartë në vendimarrje. Versioni më i keq sepse do mbesim pa precedent. Po, do dalim 4-4 dhe zoti Rama i thot zonjës Balluku që unë i bëra të gjitha lëvizjet e mia, që pata mundësi nga ana ligjore, shikoj që kam një le them kuotim të ulët nga ana e opinionit publik lidhur me sondazhet që ai kryen, sepse ne kemi dëgjuar që ai kryen sondazhe në mënyrë të vazhdueshme, lidhur me imazhin në publik për çështje të caktuara apo vendimarrje të caktuara që ai kryen, kështu që nuk e di se çfarë do të ndodhi, por është një situatë për cilën gjykata duhet dalë me një vendim që të qartësojë dhe të argumentojë imunitetin dhe rastin konkret, por edhe nëse nuk del, është thjesht le të themi një vendimarrje e cila do t'i kënaqë të gjitha palët. Avokat, nga një problem tek tjetri, tani sot ishte